qindra miliona euro kanë me u investu vetëm në sport për të pregadit për lojrat mesdhetare 2030. Ne po e themi me mburrje që kjo është një prej programeve më të mira aktualisht në tavolinën politike, ta quajmë kështu. Po jo vetëm në këto zgjedhje, po edhe në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Një program që është hartu në detaje, është i analizuar mirë e i ka krejt të buxhetuara projektet e tij. Dhe në këtë program ne kemi projekte prej sferës energjetikës, ku ndërtimi i termocentralit me gaz është një prej projekteve të para që do ta fillojmë. E ka infrastruktura, e ka arsimi, e shëndetësia, e sporti, e kultura, e ekonomia në përgjithësi. Më lejoni ti përmend disa prej projekteve kyçe që i kemi në programin tonë. E para do të merremi me energjetikën. Pra do të ndërtojmë kapacitete të reja prodhuese. Do të ndërtojmë termocentralin me gaz, që prodhon 500 megawatt energji e që kushton 500 milion euro. Brenda cilit afat kohë? Brenda mandatit ton të parë, brenda 4 viteve të para. Për këtë projekt janë ofruar edhe miq tanë amerikan. Por kjo qeveri që po shkon e ka refuzuar një projekt të tillë. Nuk i di mas arsyet. Është shmenduni me refuzu projektin e termocentralit me gaz. Ne do ta fillojmë me njëherë. Kjo është e para. E dyta, do t'i përfundojmë krejt projektet infrastrukturore që sot janë në ngecje. Do të merremi me prioritet me autostradën e Gjilanit, do të merremi me prioritet me rrugën për Pej, do të merremi me prioritet me rrugën për Podojev që janë në ngecje sot akoma nuk janë përfunduar. Dhe një prej projekteve tjera prioritare do të merremi me unazën e jashtme të Prishtinës. Ajo është projekt kapital, nuk është projekt vetëm i Prishtinës, është projekt nacional. Është një autostradë që e rrethon Prishtinën e që i jep qasje krejt qyteteve në Prishtinë, po edhe Prishtinës në krejt qytetet. Dhe e liron trafikun që është një prej problemeve më të mëdha të Prishtinës. Pastaj kemi projektin shëndetësi. Do ta ndërtojmë spitalin e madh të Kosovës aty ku është sot QKUK-ja. Veç një fakt t'ju jap. Kjo QKUK, spitali i Prishtinës, spitali i madh, është i ndërtuar në vitin 64. 60 vite ma përpara. Me një sistem që është sistem sovjetik, me shumë ndërtesa e i shpërndam e me ndërtesa të vjetra. Do të ndërtojmë spitalin e ri të madh që e kthen fokusin e shëndetësisë në Kosovë. Sot njerëz na dalin jashtë për të shëruar. Me miliona euro shpenzohen jashtë Kosovës për shërim. Ne duhet t'i mbajmë njerëz mrena Kosovës, edhe të sëmurët tonë të shërohen brenda Kosovës. Pastaj një prej projekteve të mëdha, të lutem lejo ta theksoj, është edhe aspekti i organizimit të lojrave mesdhetare. Në programin ton e kemi krejt analizën edhe projektet për sportin 2030, sepse do t'i presim lojrat mesdhetare Prishtina 2030, që do të ndodhin krejt Kosovën në fakt. Na duhen facilitete sportive, na duhen stadiume të reja, na duhen stadiume të mbylluna për lojrat me dorë, basketbol, handball, ashtu me radhë. Qindra miliona euro kanë me u investu vetëm në sport për të pregadit për lojrat mesdhetare 2030.